I kemi hub zgjedhjen në vitin 2021, ka fitu për Parim Rama. Kemi qenë subjekti më i madh në kuvendin komunal, 17 asamblesë. Sipas ligjit, na kemi pas drejt me kërku kryesuesin e kuvendit. Edhe e kishim blloku për Parim Ramën vazhdimisht, domethënë gjatë këtë ndërmarrjet i kishim pas pothuajse në kontroll, kryesuesin e kuvendit, pikat e seancave, kreti kishim rregulluar. Çka kemi bë? Ka fitu garën për kryetar, ja kemi zgjat dorën, ja kemi votu, kryesuesin e propozuar nga Lidhja Demokratike, edhe pse ka pas më pak asamblesë. Pse? Vetëm me dëshmuçin, nuk do të më bëu opozitë me inate, do të më bëu opozitë tematike. Kush po flet për opozitë me inate? Zbajgare bre? Zbajgare te bre Artan. Anije bre? Po pikërisht një Artan. Ti e ke lëshu lëvizjen me vendosi sa kemi qenë opozitë, ke shku te PDK-ja se kanë qenë pushtet. Jo, s'është vërtet. E ti po më flet tani për parime. Kur e ke lëshu lëvizjen? Po në 2016 kam lëshu. Kur? 2016. Po pra. E pra, çfarë momentumi kemi qenë 2016? Arsyeja pse po ke shku te një subjekt në pushtet, e ke lëshu një subjekt që ka qenë opozitë. Arsyeja pse kam lëshu vendosin. Populli i Kosovës ka kallëzuar që e ki gabim. Jo, s'është, s'ka bëj me pse jam shku në Populli i Kosovës ka kallëzuar që e ki gabim. Jo, s'kam gabim. Përkundër, ka kallëzuar që e ki gabim. Kam qenë krenar në atë